Nga të dhënat e siguruara, gjatë gjithë kësaj periudhe kohore, ka pasur 4 shkelje, të cilat subjektet ekonomike, operatorët për shitjen e derivateve, i kanë bërë në raport me mos zbatimin e marzhës më të lartë. Në raport me muajt janar, shkurt dhe mars, ka një stabilitet, një mesatare e cila ende nuk mund të kategorizohet si krizë. Megjithatë, pesha kryesore në shportin e konsumatorit ka të bëj me projektligjin për masat e përkohshme në rast të destabilizimit të tregut. Gjatë këtyre javëve janë realizuar 200 inspektime në bashkëpunim të ngushtë të institucioneve, jo vetëm Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Ndërmarrësisë e Inovacionit, por Administrata Tatimore e Kosovës dhe Autoriteti i Konkurrencës. Nga të dhënat e siguruara, gjatë gjithë kësaj periudhe kohore, ka pasur 4 shkelje, të cilat subjektet ekonomike, operatorët për shitjen e derivateve, i kanë bërë në raport me mos zbatimin e marzhës më të lartë. Që të 4-tat janë shqiptuar dënimet konform ligjit në fuqi dhe gjithashtu janë përcjell pastaj me vizitat tjera, respektivisht me përcjellje të situatës në raport me çmimet, se masa e dytë pas masës së parë ka të bëjë me tërheqje të licencës për operim tërësisht. Sa i përket vlerës apo sasisë së importuar të derivateve të naftës, në raport me vitin e kaluar, po ka rënje. Në raport me muajt janar, shkurt dhe mars, ka një stabilitet, një mesatare e cila ende nuk mund të kategorizohet si krizë. Çka do të thotë se, përderisa ka pas rritje të çmimit, nuk ka pas rënje të ndjeshme të furnizimit. Dhe është elementi bazë se në rast të kërkesës dhe ofertës, ende kërkesa është pak a shumë në vijat e kufirit të përballueshëm në të cilin nuk mund të thuhet se ka krizë situatën e furnizimit, që ndërlidhja edhe sipas Agjencisë së Statistikave të rritjes së çmimit të derivateve në raport me rritjen e çmimit të produkteve, nuk është në masën sa është rritur çmimi i derivateve, megjithatë pesha kryesore në shportin e konsumatorit ka të bëj me projektligjin për masat e përkohshme në rast të destabilizimit të tregut. Më lejoni të nderuar deputet atë që e thash në fillim. T'ju rikujtoj, kriza më e madhe ekonomike dhe inflacionit ka ndodhur në vitin 2022. Në vitin 2022 kemi pasur krizën në fakt më të madhe, rritjen më të madhe të çmimeve, si rrjedhoje të cilit qeveria Kurti 2 ka propozuar në nëntor të vitit 2022 projektligjin për çmime tavan. Dhe projektligji i cili ka para pa masën e drejt për drejt të parandalimit të rritjes dhe abuzimit me rritje të çmimeve në produktet e shportës bazë.